Rreth 167 fëmijë me aftësi të kufizuara të moshës 0 deri në 18 vjeç në qarkun e Gjirokastrës kanë përfituar nga 2 fishimi pagesës së aftësisë së kufizuar. Kjo masë përfshin të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara dhe synon të ofrojë mbështetje më të madhe financiare për familjet e tyre. Në vendimin e fundit të qeverisë u mor vendimi për dyfishimin e pagesës së fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe këtë pagesë e përfitojnë fëmijët deri në moshën 18 vjeç. Atëherë në qarkun tonë nga ky dyfishim përfitojnë 139 fëmijë deri në moshën 18 vjeç me aftësi të ndryshme, pra me aftësi të kufizuara. Kemi 12 raste të fëmijëve me paratetraplegji dhe 6 raste të fëmijëve me verbëri. Pagesat e reja kanë nisur të tërhiqen që prej datës 1 korrik të këtij viti, ndërsa përfituesit po marrin vlerën e re të përcaktuar nga kjo skem. Kjo pagesë ka nisur, qytetarët e përfitojnë këtë pagesë qysh nga data 1 korrik dhe në dijenin tonë në të gjitha bashkitë ka filluar ekzekutimi i këtyre pagesave për këtë kategori. Masat e reja pritet të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e kushteve të jetesës për këtë kategori, duke lehtësuar barrën ekonomike të familjeve dhe duke garantuar një mbështetje më të madhe për fëmijët me aftësi të kufizuara.